Një tifoz anglez tregoi për një takim të shkurtër por të ngrohtë me sulmuesin e kombëtares shqiptare Myrto Uzuni, i cili mban fanellën me numrin 11. Sipas postimit të tij, biseda zgjati rreth 10 minuta dhe la përshtypje shumë pozitive. Uzuni, i cilësuar si djalë i shkëlqyer, është shprehur të jetë i lumtur për kualifikimin e Shqipërisë në fazën eliminatore të Kupës së Botës, ndërsa nuk mungoi as humori i tij lidhur me mundësinë e një barazimi me Skocinë. Tifozi rrëfen se Uzuni u tregua i entuziazmuar kur dëgjoi historinë e tij. Ai kishte ndjekur të gjitha ndeshjet kualifikuese, përfshirë dhe ato kundër Serbisë, për të cilat foli me pasion. Ai ishte shumë i kënaqur që e shkatruam Serbinë 5-0 jashtë fushës dhe 2-0 në shtëpi, tha tifozi, duke shtuar me humor se i kishte thënë Uzunit se kishte qenë i pranishëm në të dyja ndeshjet. Megjithatë, në fund të bisedës kishte mbetur dhe një grim ndjesie e përzier. Më erdhi pak keq për të, megjithse dija që do të mposhte nesër në stadiumin e tyre të ri, tha ai. Postimi plot në Twitter. Pata një bisedë të mirë me numrin 11 të Shqipërisë Myrto Uzuni për rreth 10 minuta. Djali i shkëlqyer është shumë i lumtur që u kualifikuan për në fazën e play-offit të Kupës së Botës. Shpreson që në play-off të përballen me Skocinë. Ai ishte shumë i kënaqur që e shkatruam Serbinë 5-0 jashtë fushës dhe 2-0 në shtëpi. I thash se isha në të dyja ndeshjet, në fakt në çdo ndeshje kualifikuese për këtë Kupë Bote. Më erdhi pak keq për të, megjithse e di që do të mposhten sot në stadiumin e tyre të ri.